Qa bot Flori këtu ose ndryshe Riflo. Sot ka marrë te kanali Hildës me bo çudira, me bo ekstremin. Jo, nuk do hajmë. Hey, quna! Por do ju mësoj se qa orizi, do ju mësoj se si t'kap një femra o zemra, se si kap Flori femra nuk i kap asnjoni. Goca si jeni qa bot, mirë? Ju quna, mirë vllai. Sot do futen në Tinder si Riflo e ne do shohim se sa goca mund t'kapim. Spoiler alert, do kapim super shumë se s'ko si tjetë ndryshe, po gjithsesi ndiqeni video. Kanali I Florit. Nuk kam një intro ta marrë, kështu që po përdor këtë derisa të kem një intro tamam. Do ju themi story time shumë shkurtimisht sepse ka lidhje me një gjë që do them masi të marrë këtë story time-in. Ishte një periudhë o zemra që isha smur nga një javë, keq fare, po isha Hilda atëherë, kupto? E thashë di çfarë bëj, do futem në Tinder. Edhe unë si Hilda u futa në Tinder me account fake. A kupto? Tu bë swipe tu pa kush është, a do shoh në Europë që njohun aty. Marroj si mision, nuk është se kishte një gjë interesante, edhe thash pastaj, ore, di çfarë do bëj, do futem Tinder si çunë dhe do shoh se ç'a gocash janë aty. Aq kish shallash o plak. E ne u futa si çunë Tinder, kështu prap account fake, a kupto? Edhe ishin gjitha accountet e gocave fake. Ore, ose s'kishin foto fare, o ishin foto muri, a kupto? Nuk kishte fare goca reale, goca të vërteta, kështu që shpresoj që në këtë video të gjejmë goca të vërteta në Tinder, të flasim me goca, e ne mos jetë video dështim se për ndryshe kot që jena atu e bë. Sa po futat dhonat në Tinder e ne jena gati me kriju profilin ton. What's your first name? Riflo apo Flori? Flori, do jena cik çuna serioz. A kupto se ore kujt diet mund gjejmë gruan e përjetshme, gruan për shtëpi, gocën për shtëpi, i gru Flori. Kur e kom ditëlindjen unë? Sa vjeç do jena? Do jena 26 vjeç, besoj është mosha perfekte. Flori, sipas mendimit tim, unë mendoj se Flori është Luan. Do më thonë unë mendoj që unë jam Luan. Jo e mendoj, po jam Luan. Tash Luani kur e ka ditëlindjen? Qershor apo korrik? Apo jo më ngusht e ka, apo korrik? Gusht, okay. Kush është gjinia jote, normalisht që mashkull, a kupton. Distanca. Do e vi distancën më të largët që të kena sa më shumë mundësi, jo se me distanca të afërta s'kena mundësi ore, po a kupto, kot me. Qa jena të kërku? Sot do kërkojmë short term fun, por edhe long term. Vetëm një mund zgjedhësh ore. Okej, nuk du me u duk shu jo serios të femrat, kështu që do e bojmë short term fun. Long term open to short, apo short term or fix. Edukimi. Zemra ne s'kena bo shkollë, kena bo shkollën e rrugës. Ashtu kena mësu një, ta kupton. Flasim për habitatet. Kur bo workout. O vllai. Që sa ka ec krau, çao kjo pyetje më. Pec, e kena i macere, si se kena, oreo, jeta ime, nëse po e shef këtë video, do t'jap kokra pastaj. Kështu kokra me hongër, nga ato merë ushqimet e maceve, se mos keq kuptojna. Zodiac sign Leo. What am I into? Unë du I gocë brune, ose me flok të kuqe, kështu të kuqe të erta qeri, ngjyra qershi. Ona del qik floku këtu. Tjetë qike gjatë, tjetë got. Tjetë edhe gotër, nuk ka gjë. Atëherë, foton e parë do vem. Kjo foto o vlla që ma komentonin në çdo video TikTok-u. Më veni këtë, a kupto. Fotoja numër 2. Dalim I foto kështu si serioz. Shkojmë te kamera. Kom I libër këtu, se nga që duhet me ngjajt çik, të lexum. Bëjmë I foto sigurisht të lexuj libër, që të kapim ato gocat që I marr vetëm për aksesor libra. Rrin në shtëpi, gocat për shtëpi, se bëj shaka, gjitha gocat mira jeni. Kena dalë kështu si kurioz. Si Shakespeare I më rrë. Okej, I bëm fotot si që shifni këtu, e ne vazhdojmë. Next. Tutorial s'na duhet fare o vlla, se jena marrë me këto punë më parë, kështu që vazhdojmë direkt. Mos, mund t'ishte gruaja ime ardhshme. Jo po e dija unë, jo po s'mduj tutorial. O sa e mirë ishte, Lana e kishte emrin e Lenana, nuk e di si e kishte, do e gjej pastaj në Instagram. Unë po mendoja që fillimisht I bëj gjitha gocave swipe right, që I bie për po. Like. Sepse si që u thash ka shumë pak gocat vërteta në Tinder, shumicat janë account e fake. Like. Edhe të kena sa më shumë mundësia, kupto, me fol, me ju tregu juve se si t'kap një femër. Kështu që like. Vazhdojmë. Po. Shise që ka interesante kjo, Serena. E kom dënime një 48 orë këtu se humba I bast. If we match, lucky you. Zemra që ka dita ime,
Ajde ke lali. Nuk qeka isoj kur futesh me account fake edhe ta mom si Flori se dalin gocat mira tashi. Qeka qike vështirë s'po na bo me njeri, po i mbajmë shpresat se nuk i diet akoma. Në rregull, vazhdojmë. Upgrade your likes and super likes. Ore, tallen këto ore. Po s'du. Jo, vazhdojmë. Mos ja fut kot o vlla. Duhet me bo upgrade e me paguajt lek me i bo like. Tashi, qa fitoj unë këtu o vlla? Hell. Atëherë, me që kena i qëllim sot me ju mësu juve se si t'keni qikëriz edhe me i tregu ju gocave se qa game ka Flori, e blem subscriptionin s'na ha fare zemra për $10. Tashi, $10 këtu, $10 aty, a kupto? Mos merrni shembull të keq, por për hir të video zemra, vazhdojmë. Shohim profilin. Flori, 26, basic lifestyle, gym every day, peace special occasion, social smoker, time together. Më kanë vënë bast shokët me net 48 orë në Tinder, po ja dole je me fat. E ne vemi e moj këshu. Hajt, do vem gjatësin. Jena, centimetra, 1.89. Job title, qa pune kena ne? Riflo ka biznesin e vetër, a kuptoj, ja ka trashëgu babi biznesin edhe Riflo puno ke biznesi babit. Po kush është biznesi babit, është pyetja. Babi, plaku. Plaku, se tash babi, edhe fytës më lejoj me thonë babi. Plaku, di me qa mërë zemra me dizenjo makinash. Të prasysh vin Ferrari zemra në servis, e ne babi i bot kujshe, i por Leila Rose. Po na ha hunda, më duke se do zjemi na njonë këtu. Tashi po që do marim super shumë likes. Hajde vazhdojmë. Yes. Ore, njona qeka si djelza o vlla, pas ka djelza Tinder o vlla. Na u lodh dora o burr. Likes ju më ka bo like! Ka bo like! Me ropë shpije. Më në fund kena një meq nga personi më i çuditshëm që mund të mdilte në Tinder. O i foto komësh o vlla. Do i shkruaj for free. Kjo, ose është account fake, ose është në një që shet me vërtet foto komësh, ose është gruaja ime ardhshme o vlla. Po kërkon ka long term partner, pas ka i mace këtu, pas ka dhe kjo mace re. Qeka, nice. Workout every day si puna ime, smoker okay, drinking socially on weekends si puna ime, communication style better in person, I pas kena gjitha vlla njësoj, tashi dëna në ktheu. Qeka, dita jote me fat sot. Paskariz. Me fat se pash kom të tuja. Më vurin ciklet kjo goca tashi, s'po di qa me I thonë. Që bona meq me ty, apo që pash foto këmbësh falas. Se unë byt. Në ka këthy. Cindy pas ka bo meq dhe thot please papi need Hilda Summer Glow. Na thiri papi o vlla, na thiri papi. Si është ajo këngare? Ai papi, jo, vazhdojmë, pas kena zemra janë atuaj nisë fort. Nuk ishim shpresa në fillim, po tashi na u rikthyen shpresat, vazhdojmë. Na ka kthy përgjigje Stela. Na pas ka fol tik gjatë. I thash unë që bona meç me ty apo që pash foto këmbësh falas. Të dyja. Kam edhe foto më të bukura, po duhet ta provosh veten. Deri tash kështu si ka lëp I mirë çeke. Ça bën ti Flori me jetën? Shiko, Stela që ka vajzë shumë e çuditshme nga fotoja që ka vendosur në profil, po ama që ka super tip. Besoj se më dalin 48 orë me provu veten. Unë dizenjoj makina, Porsche, Lambo, gjitha. Biznesi babit, po normal do e trashgojmë. Po ti Stela vazhdo te Wingsat? Haha, bukur keq thash, ha? Vazhdojmë. Cindy thot please papi, need Hilda Summer Glow. Shi Cindy ere. Ja pun Hilda Summer Glow ere me gjithë qef. Sounds like a date. When? Cause I know where. A pas ka kthy Stela përgjigje edhe thot si biznes I dyshimt po mduket. Stela e njif ka shkollën e rrugës. Je I sigurt që s'po më gënjen? Jo për gjë, po unë siduroj do të këto situata. Vjem siklet shpejt, o mraft pika, po kjo që ka për mua, që ka gocë e urtë e mirë, sa vjeç është kjo? Kjo foto ja kam. Stela 24 vjeç, fix, do I them, je I sigurt që s'po më gënjen, do I them, e shof që paske
trust issues dhe s'ke faj. Po deshe të marr me bot xhiro me një nga makinat që kam dizenju. Po kthe përgjigje direkt, më duket se Stella që ka shumë e interesuar të riflo. Cindy, në fakt unë dua të flasim pak në fillim, që ka gotë serioze. Cindy s'na ka kthy përgjigje, ndërkohë që na vazhdo Stella kthe përgjigje, ne kërkojmë ndonjë gjë tjetër. Kam trust issue se sapo ka marrë vesh që i dashuri më ka tradhtuar. Heu, edhe tashi hapa Tinder, që t'ja kthej dhe unë ta bëj xheloz. Po më pëlqen këto muhabetet mua, kupton, nga që kam edhe motra, kam Fionën edhe Hildën. Jo, Hildën e kam dashurën. Fionën e nxora në det, çaj kam. Nga që kam edhe motra, kupto, edhe e di se si ndihen gocat edhe di se me trajtu i femër, kështu që vazhdoj me Stellën, atëherë thot. Në fakt unë dua të flasim pak në fillim. Kam trust issue se sapo ka marrë vesh që i dashuri më ka tradhtuar. E rënd, çuna mos tradhtoni as ju goca. Dhe tash hapa Tinder që t'ja kthej dhe unë ta bëj xheloz. Ti dukesh pretendent i mirë deri tani, po të shohim se mos thyp vet janë qef. Heu. Do i them flasim sa dush. Pas kemi 2 mace, kështu që besoj do merren a vesh. Po Stella me vërtet qeka, di si po më duket si kur jam të fol me veten. Më falë se unë flas pak si shumë, s'ka i gjo fol sa dush. Flasim sa dush, o vlla. Ma thuj qik si e more vesh për tradhtin. Se qeka tu marrë, shumë keq. Na pas ka bo like një tjetër. Po ecim shumë mirë, 22 vjeçe, Elena, long term open to short, qeka si puna ime. E ne pas ka foto lokalesh. Straight woman, super. Atëherë, flasim i herë, i cojmë mundësi Stella me vërtet fliska qik si shumë, po Elena si Elena Trojës, a duhet kem kujdes prej teje? Qa thot kjo Stella më? Story time! Po ja, kisha dalun me gocat ande nga arena, dhe shof një makinë që i ngjante shumë të dashurit tim. Makina i ngjante dashurit. Tashi tipi më kishte thënë që s'do dilte. Edhe çohem unë thash, s'ka mundësi, po më bojnë syt. Çohem iki e ndjek me vrap, që ka e të shmen me ore, që ka fiksi që duun. Çohem e ndjek me vrap, deshti zoti a i ndaloj, dhe vetëm kur shof një brunë në makinë që po i fërkon t'i qafën. Mu drodhën këmbët se doja veten. Unë jam bjonde by the way. Edhe kështu, akoma si kam thënë që e di, po mendoj t'i shkoj mamit e ti të shtëpia dhe t'i them që shiko, djali jot ka qef. Kjo Stella që ka me vërtet e çmenme. Nuk e dija mund t'a them këtu, editori dashur Kristi t'lutem boje me bip. Dhe t'i them që shiko, djali jot ka qef t'i hahet by. Më falë se o bëra pak banale, po është e vërtet dhe prandaj kam trust issues. Tash nuk jam tu e cekat pjesën me që jena në YouTube dhe s'du që as ajo ta vazhdoj atë pjesë. Do i them, ç'a thumë? Pas ka qenë pleraj, pa të brunën e njefti, mos ka qenë kushërira. Ajo brunja është kamarira të lokalit që pim çdo mëngjes kafe bashk. E rënd kjo vlla. Nga këto gokmëket që nxjerrin llaf nga goja. Po nga këto të vika e keqa o Flori, nejse varidesht, po tip se jenë Tinder, tash ti marrë mi herë me radhë. Ore, po, kur po pret me i fol ishit, se ish quhet tashi, apo jo, si e lidhme, se duhet me qenë 100% sigurt që nuk o e lidhme o single, se nuk i diet nga të gjë e keqa. Unë jam Tinder sepse e ndjeva që do të njifja ty këtu. Elena thot, varet nga rasti. Elena ndryshë nga Stella që ka fjalë pak, po s'ka gjë se jam nxjerrën e llafet. Qa rasti duhet me pas kujdes për shembull? Pse a mendo që do më boje keq mu? Elena thot, a dukem si një vajzë që do i boja keq dikujt thot? Me sa njoh veten jam më e mirë se gëzuhet. Nice Elena që ka gocë e mirë, je gocë për shtëpi me pak fjallë. Por si jo kënga e Soni Male më duket, e mirë, pak e vështirë, apo s'është kështu? Jam e mirë, jam pak e vështirë, apo s'është kështu? E mirë, po pak e vështirë më duket, ha. Riz. Qeke love bomber më duket. Ishte që të i flasë më thjesht do marrë hak. Po nese, atë gjëll me makinë, unë e kam shpinë pas kuqana ma. Zërma edhe në ba bru t'jesh, edhe nuk e di skrapar, as nuk e di ku i bi skrapari, po ku do që t'jesh t'vje Florit merë o zemra. Qeka love bomber, qeka e shkathet goca, por mu më vjetë cudi, si unë mush menja ka i shpet me bot gjiro me makinë, se më tha mu unë zboj gjiro ka i shpet me makinë, nuk ka i gjorën, si kesh një adolë. Love bomber as pak, thjesht kam intuitën shumë të lartë. Besoj dhe ti e ndje këtë connection. Ishit 8, i marim hak bashk.
edhe në babru t'jesh të merr lali. Zgjidh qa makine do, se i kena gjitha. Na ka kthy dhe Elena ta Shqipërit. Nuk e di qa quan ti gocë për shtëpi, se ju çunat e sotëm nuk dini qa doni. Qerat, gocë tipike. E vështirë për çfarë si kuptova. Mos ki emocione, Flor. Qekat unë nga të smu. Do i them, mjafton mjapësh dashuri. O Elena është ajo kënga. Po s'ka gjë se kur takohemi, ta ve këngën makin ta ngjosh. Edhe do i them, edhe si mos me pas emocione me ty. Atëherë, Stella thot, connection e ndjej, po mos të rritet mendja. Unë dua G-klas ose jo. Ato makinat me yllat e tavani, qa janë ato? I kom shumë qef. Do i them, i vetmi yll në tavan do ishe ti në makin nëse do kalonim sipër naj, si quhen ato? Speed bumps, atë si quhen? Naj speed, s'ka gjë ja them ose do e marri vesh kjo. Naj speed bump. Stella, o plak, sa qef, unë do doja të bia sipër teje. Stella paska super riz, unë Stellën më bëj follow IG, flasim aty se nuk futem shpesh këtu. Faleminderit. Faleminderit. Qa bone si e, faleminderit. Faleminderit. Mjaftun vetëm 5 mesazhe. Stella më tha, e para du t'jem si për teje, tha. E dyta tha, na Instagramin flasim aty. Riz plak, ka ishte thjesht ishte. Ideja është që me sa duket Stella se ka kuptu fare që unë nuk jam mashk. Domethënë, e kuptoni që du të them. Se unë mashku jam zemra riflo. Por me sa duket se ka kuptu fare dhe më dha Instagramin e vet. Tashi, unë si riflo nuk kom Instagram. Nëse ju doni që unë t'hap një Instagram si riflo, ose një TikTok si riflo, komentoni poshtë, edhe unë do e hap për ju patjetër. Tash unë s'kam si e vazhdoj muhabetin me Stellën, se nuk kam një account, se vetëm i shkujt nga accounti i Hilës që këtë punë s'do e bëjmë. Dhe na prish gjitha të rizin që bëm deri tash. Stella thot puç Flori, të puç mrapsht zemra. Elena thot dashuria shpresoj mos të jetë e njëanshme. Po nuk patë plane sot takohemi pim një kafe. Qa të duhere? As Elena se pas ka kuptu fare, madje më tha vetë me pi kafe, pas ka ndryshu kod, vëlla. Tu jemi, do e shofim. Tashi, do i them Elenës të mjapi numrin, se ajo me që e tha këtë pretendon që t'i them unë po zemra, na ku ke numrin tim, por s'ka masi numër të riflos, kështu do i them kalon numrin, dhe nëse më kalon numrin, i bie që është mbyll ky muhabet. Inshallah na e çon numrin. A mërë Elena, sa po menohet? A e meriton numrin tim ti? Dashka me zgjat muhabetin, Elena, ndoshta s'të meritoj se je më e mirë se ç'duhet, por di që ti meriton numrin tim të paktën. Të cilën do e marrësh vesh kur të çoj mesazh te numri jot. Tani shpresoj që do na çoj numrin, se kam shpresa. Ja dolëm, Elena na çoi numrin dhe thot bën mirë ta trajtosh siç duhet. Atëherë, besoj se kaq prova ju duheshin për të zbuluar që unë jam kingu i rizit. Si përfundim, morëm një numër telefoni, një Instagram. Morëm edhe 2 mesazhe tjera, po nuk është se u zgjatën shumë, apo ishte një, nuk e di. Me thonë drejtën e kisha pritshmëritë çik më të larta, se a kuptoj, bona swipe një 100 gocave, madje pagova dhe 10 euro për këtë Tinderin që do shpresoj që të mi kthejnë lekët, se si ja vleti fare. Por rëndësi ka që me ato dyja që folëm, ja dolëm. Kështu që ky ishte mësimi për sot, mësimi se si të kap një goca, mësim për riz. Ju goca tani e kuptoni se sa i shkathët është lali këtu, edhe ju çuna merrni shënime. Ose dalim pimi kafe, zemra. Kafe. Aty ke veni. Pra kjo ishte video për sot. Shumë faleminderit që ndoqët. Bëni like, subscribe, share, comment. Lini koment për video që doni shihni në vazhdim. Boni follow në rrjetet sociale të Hila Kërtallit. Më thoni në komente nëse doni të hapet në rrjetet sociale, se si shumë ma keni kërku, po du të ma kërkoni prapë, se akoma s'jam i bindur, se është shumë punë me hap një account tjetër. Nejse, shumë faleminderit edhe herë, e ne shifena në videon e radhës. Do shifeni me Hilën, do më thënë. Ciao.